Një grup i posaçëm ekspertësh nga Instituti i Ndërtimit, profesorë universitar dhe specialistë të fushës, do të kryejnë një analizë të thelluar teknike pas rrëshqitjes së dhëut të ndodhur në zonën e Surrëleve në Durrës. Ekspertët do të vlerësojnë gjendjen strukturore të pallatit prekur, ndërsa paralelisht do të realizohen studime gjeologjike dhe gjeoteknike në terren për të përcaktuar shkaqet dhe pasojat e fenomenit. Sipas autoriteteve, rezultatet e këtyre analizave do të shërbejnë për hartimin e akte ekspertizë zyrtare dhe projekte për stabilizimin e zonës. Ndërkohë, një grup pune i përbërë nga përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Institutit të Ndërtimit, IGEUM dhe Bashkisë së Durrësit, po monitorojnë situatën në terren dhe po koordinojnë veprimet për menaxhimin e emergjencës. Për arsye sigurie, 25 familjet që banonin në pallatin pranë zonës rrëshqitjeve do të qëndrojnë jashtë banesave të tyre deri në përfundimin e vlerësimeve teknike dhe konfirmimin nga ekspertët se objekti është i sigurt.